Është ora 3 e mëngjesit, jemi këtu te Argjinatura që është dëmtu. Nuk është as akt kriminal, nuk është as neglizhencë, por është një aksident, një situatë që ka për shkak të kushtive të vështira të botit. Megjithatë ne jemi këtu, është e dyta herë që vim, do vim sa herë të ketë nevojë, sepse primare për ne është shpëtimi i njerëzve, mos agravimi i situatës. Dhe për hir të kësaj ne qëndruam këtu gjithë natën, nuk shku me fjetë gjumë dhe jemi drejt fundit të mbylljes. Gjithsesi ne e quajmë sukses, pavarësisht se kjo situata ne do i kalojmë her pas here sepse jemi në punë dhe duke qenë se jemi në punë, normalisht që do kemi edhe problematikë, por varet se sa si e adreson problematikën dhe sa përkushtohesh dhe çfarë ato që po bëjmë ne bashkë me Portin e Kulimit, bashkë me forcat e emergjencave të ushtrisë, me bashkinë, me kompanitë private, është një kombinacion i pashembull i cili po jep rezultatin e duhur.